se në këtë kohë do të dëgjojmë njerëz të cilët na paraqiten se duan pejgamberin Allahut nëpërmjet mevludit dhe bëjnë manifestime të ndryshme. Dhe në ato manifestime përsëri jo vetëm që ka gjëra të ndaluara, se kanë disa manifestime të tyre bëhen edhe ilahit me muzikë, ndërsa muzika është ndaluar në Kur'an dhe është ndaluar në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ato i bëjnë ilahit e tyre me muzikë, ndërsa muzika pastaj na paraqiten sikurse Hanefi, e muzika me dhëbin Hanefi është rrepsisht e ndaluar. Mevludin nuk e ka bërë asnjë imam prej imamëve të Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, duke ja nis prej imamit të cilët ata pretendojnë se janë pasues të tij, prej imam Abu Hanifes rahimahullahu taala, pastaj nxënësit e tij të medhhebit të tij, të cilët pasojnë dhe janë njerëzit më të afërt në medhhebin e tij, sikurse Abu Yusufi, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani dhe Zuferi, askush prej tyre nuk ka bërë mevlud. Pastaj imam Malik rahimahullahu taala nuk ka bërë mevlud. Pastaj imam Shafi'i rahimahullahu taala nuk ka bërë mevlud. Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu taala